orkestër edhe me harmonik, shumë më pëlqen, jo veç def. Po. Grumulli kur vjen nusja që mbledhen shumë grumull edhe krejt kong t'i dim për mesh. Kjo më lem për shtypjet mire edhe buzqesh atyne. Ata janë non-stop të buzqeshun gjatë basës. Po, a ka ndonjë kong apo diçka të veçantë që po themi i lidh gjitha? I lidh edhe malësorët e plavës Gucizit, Tuzi që i përmende, edhe të Macedonisë, Veriut, edhe Ulqinin. Po, është konga sa shqyqyr që në ka një këtu. Do me thonë, une e kënoj. Po. Gjithkun edhe këtu edhe në Ulqin, po prej Ulqinit e kom marrë atë kongë, edhe e kom përvecua masane e kom kënua gjitha, edhe e kanë shijua. Ata kërkon shpesh ta këndosh? Sa shqyqyr që në ka një këtu jo shumë, Jo. Po e shijojnë kur e kënoj, a në Ulqin dush me ditë pa tjetër, sa kongën e shqyqyrit. A guzojmë të angojmë pak një refren? Po. Hajde. Sa shqyqyr që në ka një këtu, sa shqyqyr, shumë shqyqyr, sa shqyqyr kënë ka një këtu, sa shqyqyr, shumë shqyqyr. Tërë shqyqyr banë të baba i vetë, po kështu. Një kongë që normalisht ndoshta gjithë se cili mund të gjej vetën edhe të ndërlidhet e të përjeto emocionet forta në momentet kur edhe këndohet. Çka ndodhi me dramaturgjin tani? Si erdhi si ide për ta studiuar, për të bërë, po themi, ndoshta e kompletuar ka pjesa e artit? Për artin, për dramaturgjin, letërsinë e kom dashur shumë. Sidomos në shkollën e mesme, në Malzi, na kena pas një plan program krejt tjetër në kohën e Jugoslavisë. Edhe profesori gjuhës Shqipe, gjithmonë, aje ka pas krejt plan program tjetër me mësua për autor Malazeze, Qapodione. Po ju ka mësu të kundër të na? Prej Frano Bardit, Marin Barletit, e krejt na ka shti për mi dasht autorët shqiptar. Edhe kom thonë që une duhet diçka me shkrime, me letërsi, edhe arti me kënë. Po, vendosa artin dramaturgjik, edhe e kom da shumë. Bile një kohë sa kom studiua, u pata shkput krejt prej muzikës, qatë shumë që u pata lidhë, se me shkrime kur mirësh është pak për shoqit periudën mas janarit, jom përkushtua shumë për me i krye. është interesant puna e shkrimeve se ti nuk mundesh me punua nështë 8 orë në ditë, edhe pse i ndjeri profesori Enver Petrovci, ka njëherë kur më thëjke, a e ka shkru në diçka, thëjsha profesor s'ka më inspirim, adin si asi artiste. Qëfar artiste bre? Duesh mu ullë, si me shkua në punë, me kap një laps, një letër, edhe veç me lanë që aty, edhe veç me menua që a me shkrua, del diçka del, kështu që kur vjen inspirimi s'mund është munal. Unë të paktën për veti po foli, nuk muj munal nështë ta me ka 12 orë në karrik, 11 orë në karrik. Është vërtet që kur vjen inspirimi duhet pa tjetër me pas një fletore, një laps me vete, se ndryshe edhe të humbin edhe ide. Gjithsesi, unë s'ka se di se maj vetën men që nuk kam një laps edhe një letër në çantën teme. Po. Çfarë pëlqen të shkruash më shumë? Edhe normalisht e përmende pak më herët tragjedin, po a je fokusu vetëm të kjo pjesë dhe pse? A dim pse tragjedi se edhe komedinë e dua, po nuk është që nështë ta më shkën. Jëm kene detyrume për me shkrua, e kom pa që tragjedin ma kanë vlerësua pak ma shumë. Dhe jëm fokusua ka pjesa e tragjedis. Këto 2 dramat e funit janë me inspirim, jam inspirua prej pjesës Anena, të Malit Zi. Nuk kam shumë personazhe, nuk e preferoj për me shti shumë personazhe. Tu e ditë edhe rrethin edhe kushtet që sa ma pak aktorën s'kemi me pas. Dhe jo veç ka, edhe rekuizita ma pak, edhe shumë shumë... Gjithçka ma pak, gjithçka që për me pranu edhe aktori edhe regjisori edhe shpenzimet, finansat me kanë, është ma e pranushme për gjithçka, për me pas sa ma pak personazhe. Je ndërlidh me ndonjë personazh apo ngjarje të vërtet? Apo thjesht je inspiru nga gjana kështu në përgjithësi? Në përgjithësi. Për shembull, në një anën dramë jam inspirua për Gjakmarrjen. Po, e kom adaptu, e kom qua Gjakmarrjen në Amerikë dhe kom lidh kanunin e Lek Dugagjinit me
ligjet e Amerikës, sa përputhën këto dyjat, interesant ka me dalë, po menoj që ka me dalë interesant. E shpresojmë që në një të ardhmen të afërt edhe ta shohim si shfaqje. Vazhdoti.